Policia e Durrësit ka finalizuar operacionin e koduar Cleaning 4 të zhvilluar për goditjen e aktivitetit kriminal të shitjes së lëndëve narkotike në afërsi të shkollave në qytetin e Kavajës. Si rezultat i operacionit, janë arrestuar 9 persona, ndërsa 3 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjatë aksionit janë sekuestruar lëndë narkotike të dyshuara kokainë dhe kanabis sativa, të ndara në doza, si dhe disa telefona celular. Operacioni u zhvillua nga seksioni për hetimin e narkotikëve, forca e posaçme Shqiponja dhe forca operacionale e DVP Durrës në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës. Sipas policisë, hetimet kanë zgjatur disa muaj dhe janë kryer me metoda speciale pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për një grup personash që dyshohet se ushtronin aktivitetin e shitjes së drogës pranë shkollave në Kavaj. Në kuadër të operacionit, u dokumentua veprimtaria kriminale e 12 personave të dyshuar, ndërsa gjykata caktoi masën e sigurisë arrest në burg për 9 prej tyre, të moshave 20 deri në 48 vjeç, të gjithë banues në Kavaj. 3 persona të tjerë janë shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e tyre. Sipas hetimeve paraprake, të dyshuarit bashkëpunonin me njëri tjetrin për shpërndarjen e lëndëve narkotike pranë ambienteve shkollore në qytet. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme hetimore.